Procesi numërimit vijon, por deri tani duke që parashikimi i Baba Edit doli, madje i kaloi pritshmëritë. Kur Edi Rama vendosi bast nga Kuçi i Vlorës, ndoshta nuk parashikoi që do i duhej të bënte jo një fushatë elektorale, por një ekspozit bastesh ku vota bëhet kart bixhozi apo lexim dore filxhani nga fallxoret. Për çfarë tha Rama nga Kuçi i Vlorës në datë 8 maj, 3 ditë para zgjedhjeve? 978 nuk bie Partia Socialiste. Fitore. Me firmën e tij të gjatë të lakuar më shumë si Bruce Arti, që dita përdor si një shpirt artisti prej piktori që ka, Rama me 3 mandate në 8 maj vullosi parashikimin. Ai tha se ka 100% të sigurt se do të marrë 78 deputet dhe 50% të sigurt që do të marrë 88 mandate në këto zgjedhje parlamentare të 2025-s. Baba Edit jo vetëm që i doli parashikimi që minimumi do të siguroj 78 mandate, por ka kaluar pritshmëri duke siguruar plot 85 mandate deri tani, teksa pritet në vijim mund të kaloj edhe 50% e sigurisë se mund të marrë 88 mandate. Në një letër të pikturuar ku kishte një buf kënete, kryqëzuar artistikisht si orakull i vdekur opozitar, ai zbukuroi fletën e bastit. Tani që Partia Socialiste mori 85 mandate, të paktën nga rezultatet deri tanishme, basti i Ramës nuk doli thjesht i saktë, ai doli profetik. Me këto rezultate, në vend të sondazheve, socialistët bëjnë mirë të përdorin filxhanin e kafes dhe fallin te fallxhoria dhe për zgjedhjet e ardhshme që me sa duket i ka të fituara të mos bëjnë më fushat elektorale. Socialistët që deri dje parashikonin 78 mandate me fat, sot janë në hartën totalisht mavi përposhtë Shkodrës dhe Kukësit. Opozita e cila përgatitej të deklaronte fitore morale në rast humbje, duke se ka mbetur pa fjalë, të paktën kështu kuptohet nga heshtja në Selin Blu. E vetmja garë në këtë zgjedhje parlamentare nuk ishte ajo mes partive, por mes Edi Ramës dhe parashikimeve të tij. Dhe si gjithmonë ai fitoi ndaj të gjithëve përfshirë vetveten. Nëse ky ishte një bast, duhet ta pranojmë që Rama nuk ka nevojë më për fushat. Mjafton të hap një zarf, të vizatoj një kafsh, të shkruaj një shifër, të shoh një filxhan dhe le të votoj populli se gjithsesi fituesi është një dhe ai pikturon më mirë se gjithë të tjerë që din vetëm të flasin. Madje ai parashikon edhe fatin e tij. Me 85 mandate në xhep deri tani, Rama jo vetëm baba, por i ka mbetur të bëhet mbret.